Në qytetin e Korçës kanë filluar zgjedhjet për kryetarin e Degës, një garë që duket të jetë jo e fortë por shumë problematike pas përjashtimit nga qenia pjesë e procesit të Braval Xhafkës, një nga mbështetësit e Ervin Salianit. Ky i fundit i akuzuar edhe nga ish kryeministri Berisha për lidhje me grupe kriminale i shitur në burgun e Fierit dhe tashmë i përdorur nga pronari i televizionit Fania që të afrohet me Ramën. Në Korçë ka ndodhur një fenomen që është parë edhe në degët e tjera, por jo kaq problematik. Në lista mungojnë emra socialistësh apo individësh të angazhuar në zgjedhjet e fundit në fushat të kundërshtarëve të Partisë Demokratike dhe partive të tjera. Kjo sipas statutit të PD-s, e cila ka bërë dhe një filtrim të listës, por me sa duket Saliani kërkon t'i shkojë deri në fund luftës së tij me mullin të erës, thjesht dhe vetëm për të prodhuar lajme dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Njerëzit që protestojnë janë individë që punojnë në administrat dhe të njohur si mbështetës të kreut të kuvendit Niko Peleshi në zgjedhjet e fundit dhe të angazhuar në stafin e ngushtë të kryebashkiakut të Korçës Sotiraq Filo. Disa prej tyre janë dhe njerëz me pagesë dhe të stimuluar nga mazhoranca për të krijuar incidente të qëllimshme, ku zyrtarët e pushtetit vendor dhe PS-s paguajnë, ndërsa Ervin Saliani vendos shërbëtorët e tij për të prishur zgjedhjet në degën e PD-s në Korçë. Këta mbështetës të Salianit kanë mbështetur dikur edhe Lulzim Bashën, më pas kur e panë që Basha iku, qëndruan pas Salianit dhe kapën edhe një vend deputeti me një analfabet. Ndërkohë tani po kërkojnë të marrin peng PD-n e Korçës për interesat e një personi të akuzuar për lidhje me grupe kriminale dhe i përdorur për të rregulluar marrëdhëniet e Irfan Hysembelliut me Edi Ramën.